Supersport. Elsi, si do ta përjetojmë këtë ndeshje me Serbinë, duke patur parasysh dhe marrëdhëniet midis dy vendeve, por edhe ato se çfarë ka ndodhur në 2014-ën? Si e kalutën e mirë. Besoj që kjo është një ndeshje e rëndësishme, si që dim gjithë, sepse janë një ndërkundërshtarët më direkt me ekipin ton, po më besoj që marrëdhëniet ndaj vendeve tona dhe të tyre nuk duhet të himin ne futbollistat në këtë marrëdhënie, sepse ka kush merret me këtë punë. Ne duhet të mendojmë thjesht që të luajmë ndeshjen tonë, të jemi koncentruar, të jemi të qetë, ta dim që është një kundërshtar direkt, si thash përpara, dhe mos mendojmë për problemat të anasjellëse që mund të kenë. Përshëndetje, Sabina Metere të Sports. Elsi, ashtu siç e kemi përmendur her pas here, por edhe në ditën e sotme, kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspekte të tjera jashtë fushës. Ju jeni ndër lojtarët më me eksperiencë dhe më të vjetër të kombëtares tonë. Mendoni se keni një rol kyç në atë që duhet t'i thoni lojtarëve të paktën në aspektin psikologjik, për sa i përket kësaj sfide të rëndësishme që mbarc emocionet të tjera përveç asaj në fushën e lojës? Faleminderit. Po, gjithë futbollistat janë koncentruar, e dinë mirë se kjo ndeshje është shumë e rëndësishme si për ne, për futbollin dhe si jashtë futbollit, sepse ka shumë tifozë që po e presin me zor këtë ndeshje. Po normal që kam folur me disa lojtarë për lidhjet tona që kena pas dhe për ndeshjet e kaluara që kemi luajtur bashkë dhe gjithë e kanë pa historinë, e dinë historinë e Shqipërisë. Kështu që thjesht i kam thënë që të jemi sa më qetë mundun dhe të bëjmë ndeshjen tonë më të mirë që mund të japim në fushë. Elsi, kjo është një ndeshje me specifik të veçantë dhe kjo dihet. Bën mirë presioni i madh te lojtarët apo është një motivim më shumë në një sfidë të tillë me Serbinë flas? Dihet edhe rëndësia e ndeshjes dhe kjo ngarkon shumë aspektin psikologjik në këmbët tuaja, por në krahun tjetër mund të jetë dhe një motivim më shumë. Po, besoj që është kjo që theti që është një presion i madh mund të jenë, po besoj që ky presion do jetë shumë i vlefshëm për ne për të zbritur në fushë me më shumë fort dhe kuraj, sepse është një ndeshje, si thash, normal që është një ndeshje e veçantë, po është edhe një ndeshje futbolli. Duhet të dimë gjithë që këto janë ndeshje futbolli që duhet të him fushë me qetësi dhe të bëjmë më të mirë për të marrë një fitore dhe 3 pikë. Enrico Gaba, Euronews Albania. Hysaj, ke qenë pjesë madje si titullar në 2 ndeshjet 14 dhe 15. Mendoni se duhet një mënyrë e veçantë, paktën edhe nga ju personalisht për shokët e skuadrës për t'i motivuar në këtë përballje, apo le ta marrin si një ndeshje, le të themi, për ta lënë pak jashtë të ngjyrat qoftë nacionaliste, por edhe deri politike? Faleminderit. Po, besoj se gjithë e kanë pa atë ndeshjet që kemi luajtur ne atje dhe nuk është një imazh i bukur, për futbollin. Normal që nuk duhet ndodhej ashtu siç ndodhej në ato kohë atëherë, po le ta dimë që është një ndeshje shumë e rëndësishme, si thash përpara, është një ndeshje që luajmë për shtetin tonë, për tifozat tonë, për kombin tonë dhe nëse ne fitojmë mund të jetë një krenarie e madhe për ne, po thjesht duhet të jemi edhe të qetë që ta kuptojmë që okay, jemi duke luajtur kundër Serbisë dhe mund të jenë shumë gjëra anasjellës futbollit që mund flitet, po ne duhet mendojmë thjesht për profesionin që bëjmë ne jemi futbollista, jemi këtu për të kënaqur tifozët dhe për të luajtur për ndeshjen për ta fituar. Elsi, këto pyetjet jashtë fushës i konsumuan kolegët, edhe unë mendoj ashtu si ty që nëse ne do të bëjmë një ndeshje futbolli, të luajmë futboll, ne çtunën do t'i mundim ata. Ky është mendimi im personal, po si e gjetë ti ekipin dhe si jeni ju nga ana fizike, taktike, teknike, duke ditur që kampionatet sapo kanë mbaruar, si e ti personalisht dhe antarët e tjerë të kombëtarës? Faleminderit. Po, normal që duhet të mendojmë si thënë ti për një ndeshje futbollit. Unë gjendem mirë sepse u riktheva nga një dëmtim që kishe, tash ndihem shumë mirë. Gjithë çunat janë mirë sepse si thëti është në fundin kampionatit, marrë një kampionat, ndoshta mund të jemi edhe të lodhur, dhe kështu po nuk besoj, unë kam pasur çunat stërvitje, janë me gjithë koncentruar sepse si thash përpara është një ndeshje e veçantë, një ndeshje që duhet ta luajmë me zemër dhe shpirt siç kemi bërë gjithmonë, po dhe jemi të qetë sepse me vërtet mund të jetë një tifozëri e zjarrt, po ne duhet të jemi të qetë në fushën tonë dhe ta mendojmë mirë kur të jemi në fushë. Elsi, duke rikujtuar e pak deklaratën e trajnerit Silvinjo, i cili u shpreh që e njeh shumë mirë historinë e përballjes me Serbinë. A keni marrë ndonjë udhëzim të veçantë nga trajneri lidhur me këtë përballje? Jo, thjesht trajneri bën punën e tij gjithmonë na mund me atë mendimin që duhet të jemi sa më qetë, mos ta marrim me shumë presion të ndeshje, po besoj që jemi gjithë profesionistë, jemi gjithë të rritur dhe të maturuar që ta kuptojmë rëndësinë e ndeshjes.
Gjithsesi ne e dim që Serbia ka lojtarë të fortë, ka një skuadër fort, ne kemi luajtur dhe në kampionate kundër atyre disa lojtarëve që luajnë në Serie A si dhe jashtë Serie A. Dhe ato dinë për ne se jemi një skuadër që mund të luftojmë dhe mund të fitojmë këtë ndeshje. Elci, përshëndetje. Nuk do ty fare tek pjesa se çfarë përfaqëson një Shqipëri-Serbi, po sa të rëndësishme janë këto 3 pikë në llogaritë e përgjithshme të asaj që duhem të arrijmë për këto eliminatorë të botrorit. Po, gjitha ndeshjet e grupit tonë janë të rëndësishme, po besoj si unë e di dhe gjithë e dim që kjo është një ndeshje direkte për ne, sepse mund të jenë kundërshtarë që mund të luftojmë dhe mund të kemi diçka më shumë se ata, sepse e dim gjithë që Anglia është një skuadër shumë e fortë, që nëse fiton ose barazon mund të jenë një mrekulli, po kundër Serbisë besoj që mund të luajmë letrat tona, mund të luajmë shumë mirë dhe mund kemi shumë mundësi për ta fituar ndeshjen. Këto ishin pyetjet për Hysaj, tani vazhdojmë me pyetjet për Laçin. Laçi, përshëndetje. Serbia shihet në letër si një kundërshtar pak më fort se sa ne, paktën dhe nga kuotimet. A është ky një avantazh për ne, pra që rikthehemi të jemi jo të favorshëm ndaj një kundërshtari, duke i referuar gjithmonë dhe fushatës kualifikuesve të europiane? Përshëndetje. Shikon, mendimi është kemi një ndeshje shumë të fortë, si lozëm brenda në shtëpi, sigurisht nuk është një skuadër ose tjetër skuadër si është favorizuar, besoj të di ekipër jemi barapart dhe ajo do duket dhe brenda në fushë. Ne të përgatitemi nga ana jonë për të marrë fitoren, edhe ajo ka rëndësi për momentin. Do mundohemi se ta marrim ndeshjen si profesionista dhe mos të emocionojmë aq shumë si njerëzit nga jashtë, por është gjë e mirë kjo, se edhe ne brenda në fushë mund të japim dhe gjithka më shumë. Laçi, përshëndetje. A keni ju një thirrje për tifozët, sepse përveç asaj që kërkojmë ta fitojmë sfidën në fushën e lojës, duhet ta fitojmë gjithashtu edhe për tribuna. Faleminderit. Shikoni, më besoj tifozët do jenë gjithmonë mbas nesh, siç ka qenë gjithmonë. Patjetër është një ndeshje shumë e veçantë. Vetëm duhet me pas kujdes, pavarësisht se tifozët tonë s'kan bërë gjithë këto vite që jam këtu s'kan bërë asnjëherë gjëra të këqija dhe them kështu, besoj do jenë korrekt, i presim në stadium, na ndihmojnë dhe na përshtasin aq më shumë. Laçi është një pikë, edhe kjo është për gjitha skuadrat, që vinë në një moment në grumbullimi ku janë të shtrydhur nga gjithë sezoni, në aspektin fizik ju kondicionon kjo? Besoj nga ana fizike të gjithë lojtarët të përgatiteni aq më mirë, po dhe mentalisht besoj si ajo do jetë më e rëndësishme. Sigurisht si të ju fizikisht shumë lojtarë nuk do jetë e lehtë me qenë në nivelin e dur, po besoj nga ana mentalitetit duhet me qenë atje, edhe atë do të tregojmë, edhe kur je mentalisht i fortë, ndihmon dhe trupit të jesh fizikisht mirë. Qëllim përballë Real Kodeli Televizioni Klan, përballë një rivali direkt për vendin e dytë dhe për të ndëruar atë kualifikimin në botrorin 2026. Çfarë duhet të bëjë Shqipëria për ta fituar këtë ndeshje, për ta shfrytzuar maksimalisht faktorin fushë? Patjetër kemi një shans të madh se e lozim ndeshjen tani në shtëpinë tonë, dhe kjo do jetë forca jonë, besoj, se nga minuta e parë duhet me u fut me mendimin të fitojmë këtë ndeshjet, patjetër emocionet t'i lajmë çik jashtë kësaj, dhe duhet me punu në stërvite, disa gjëra si kemi bizedu gati me trajnerin, edhe shpresojmë ato bizedat që kemi bërë të dalin dhe në fushë. Kjo do jetë ndeshja jonë e tretë e kombëtarës, apo jo? Kjo pyetje është për të dy në fakt. Këtë ndeshje tretë kundër Serbisë, do të preferoni ta luanit në Tiranë të parën apo në Beograd të parën? Mendimi im s'ka rëndësi, se atë se thash sa më përpara, ne jemi profesionistë dhe si tha dhe Hisaj, ne do merremi me gjërat në aspekt futbollit,
edhe për ne s'ka shumë rëndësi, patjetër është gjë e mirë si tani si kemi ndeshjet në shtëpinë tonë dhe do kemi mbështetjen e tifozëve tonë, si do jenë gjithmonë atje. Ne do mundohemi të japim maksimumin për të marrë 3 pikë, si do jetë shumë e rëndësishme për të bëjmë një hap për kualifikimin e botror. Për ty si një lojtar që lufton në çdo top, kjo nuk është një ndeshje e zakonshme. Do të pyes direkt, sa zemër do kërkoj kjo sfida me Serbinë? Unë nuk besoj që këtu ekipit kombëtar i mungon zemra. E kemi treguar si gjithmonë, lojtarët kanë dhe mentalitetin, kanë dhe zemrën për të fituar këtë ndeshje. Letonia duket si një kundërshtar i lehtë në letër, por sa ekziston rreziku që ta nënvlerësojmë duke qenë se kemi dhe ato emocionet e pas përballjes me Serbinë? Për mendimin tim s'kemi pas asnjëherë ndeshje të lehta dhe kundërshtar si mundi në vlerëson. Për mendimin tim duhet me pas gjithmonë në mendje si kemi di ndeshje, nuk është vetëm ndeshja me Serbinë, është edhe ndeshja me Letoninë, si duhet me pas shumë kujdes, se një fitore me Serbinë duhet me u lidhë me një fitore në Letoni, edhe do jetë aq më mirë për të gjithë. Laçi, e keni pyetur Hysajn se çfarë mbart një ndeshje përballë Serbisë, keni marrë ndonjë mendim me që kemi dhe Hysajn këtu, çfarë ju ka sugjeruar? Ata them unë, ta thesh ti më mirë. Jo, kemi folur thjesht nga da thot ki jam. Unë s'besoj se ka nevojë për me treguar se si është ndeshja me Serbinë. Besoj se gjithë kanë pa në televizor kur ne kemi luajtur atje, gjithë dinë se ç'a don kë kom dhe gjithë dinë se ç'a dojmë ne si skuadër. Ai thjesht e ka ndihmuar nga aspekti psikologjik, si ta mendojmë këtë ndeshje dhe si të mund ta fitojmë. Kjo pse gjëra tjera janë gjëra për njerëz tjerë. Kjo ishte pyetja e fundit. Shumë faleminderit për pyetjet. Kombëtari grumbullor fillon grumbullimin sot dhe ndërkohë në orën 17:30 do të zhvillojë dhe seancën e parë servitorit, që do të jetë 15 minuta e para e hapur për median. Faleminderit dhe ditë të mbar. Faleminderit.